Të dashur miq, tashmë u rikthyu në studio dhe siç e paralajmërova edhe më herët, tashmë kemi të ftuarin tonë në studio që kam nderin ta kemi një nga figurat më të respektuara të fesë islame, po ashtu i cili ka shërbyer, do thoya, ndër vite edhe në edukimin dhe promovimin e vlerave islame. Me neve në studio është Hoxh Fadil Musleu. Hoxh, për haj Bajramin dhe faleminderit që je sot me ne. Her pas urime dhe juve, stafit tuaj dhe të gjithë besimtarë musliman kudo që janë festa e Fitr Bajramit. Hoxh, fillimisht dua të di nga jo pas një muaj agjerimi, do thot si sa është e rëndësishme kjo për ty, ose sa është domethënë se fillimisht për ju personalisht? Po, bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit. Vërtet ndjemi të nderuar, të privilegjuar që kemi arrit këtë ditë festive, ditën e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është festë e besimtarëve musliman. Zatën muslimanët kanë vetëm dy festa fetare, të cilat i festojnë publikisht, të cilat sjellin gëzim, sjellin lumturi, sjellin dashuri, sjellin harre në mesin e besimtarëve musliman. Festa e Fitr Bajramit vjen si rezultat e një pune një mujore që kanë bërë të gjithë besimtarët musliman, duke adhuruar Zotin me adhurime të lloj-llojshme, natën edhe ditën. Dhe pas një muaj të begat, pas një muaj ku muslimanët kanë qenë të angazhuar, pas një muaj ku muslimanët kanë qenë të privuar nga ushqimi dhe pije gjatë gjithë ditës, tash vjen festa e Fitr Bajramit, që do të thotë fitr do me thonë me hangër, që lejohet tash me hangër edhe me pi, dhe ku muslimanët e manifestojnë publikisht në për rrugë, në për lagje, në për sheshe, në për xhamia, në për shtëpia e kështu me radhë. Mirë po, a do thoj, a ka rëndësinë e njëjtë edhe për dikën cilët ndoshta në pamundësi nuk kanë mujt me shku edhe me e fal Bajramin në xhami? Para Bajramit është një namaz shumë i rëndësishëm, namazi sabahut. Për ata kohët e fundit ka vetëdijsim tek popullata, sepse namazi i sabahut është namaz obligativ, që do të thotë ai që kryen shpërblehet, ndërsa ai që nuk e kryen merr pasojat apo bart pasojat. Kështu që nuk e ka një pozitë, një dispozit në fe njëjtë namazi Bajramit me namazin e sabat, që është një dispozit më poshtë. Kështu që thotë e një rëndësi të veçantë është besimtarët të kryejnë një herë urdhnat e prerë që janë, e pastaj të kryejnë edhe adhurime të tjera, siç është falja e namazit Bajramit e kështu me radhë. Dhe ata të cilët nuk kanë qenë xhami, vërtet është diçka do me thonë e dhimbshme, sepse të agjërosh një muaj, të adhurosh Zotin një muaj, e pastaj ditën e Bajramit të mos shkosh, ta festosh edhe ta përjetosh atë atmosferën festive që her pas here përjetojnë edhe ata që janë jashtë xhamisë, kjo do të thotë është me privu veten prej të mirave, të mëdha. Mirë po sido që të jetë, besimtari musliman duhet të reflektojë, duhet ta ndryshoj gjendjen, pozitën e tij dhe duhet ta kuptoj esencën e rregulla apo esencën e dispozitave të fesë. Kështu që ne i përgëzojmë të gjithë, mirë po një përgëzim apo një urim i veçantë shkon për ata të cilët e kanë shfrytzuar, sepse ka njerëz që absolutisht Ramazani s'ka bërë kurfar përshtypje tek ta, dhe nga thënjet e dietarëve të hershëm, edhe nga thënjet e njerëzve të zgjedhur, siç kanë qenë shokët e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, ka qenë që në natën e fundit të Ramazanit kanë thënë, cilët janë ata, kush janë ata që kanë shfrytzuar, ti përgëzojmë për punën dhe ti urojmë për punën që kanë bërë, dhe cilët janë ata që duhet ngushëlluar për punën që s'kan bërë apo që se kanë shfrytzuar as pak muajin e bekuar të Ramazanit. Mirë po, jeta është e gjatë, edhe ka mundësi që ata që se kanë shfrytzuar këtë vit, ta shfrytëzojnë vitin tjetër, ose prej tash, çka të fillojnë me punë të mira, sepse Zoti i Ramazanit është edhe Zoti tash i Bajramit, edhe pas Bajramit. Mirë po, ata cilët nuk kanë pasur mundësi që të shkojnë, vlen e njëjta pothuajse edhe nëse praktikojnë në ambientet e shtëpisë? Po namazi i Bajramit nuk falet në shtëpi. Për shembull namazi i sabat falet në shtëpi. Po tash me qenë se sot ka qenë atmosferë festive, nuk e di pse mundet me ikë dikujt rast, edhe pse
Nuk besoj që dikush që ka qenë non-stop në adhurime, në ibadete të lloj-llojshme në Ramazan, që i ka ik namazi i sabahut në shtëpi, e disa shumica edhe në përxhamia, ndërsa namazi i Bajramit është specifik, është karakteristik se falet vetëm 2 herë në vit, domethënë namazi Fitr Bajramit edhe Kurban Bajramit që është mas 2 muajve, edhe nuk falet në shtëpi, po falet në xhamia ose falet në sheshe ose në qendra ku organizohet. Ndërsa në përshtëpia nuk falet. Bëra këtë pyetje për arsye që rëndom, ndoshta personalisht kam dëgjuar që nëse pa mundësi mund ta kryesh të njëjtin obligim në shtëpi kështu. Jo, Bajramin në formë. Kështu shumë mirë që e kercove edhe për gjithë ata që nuk e kanë pas akoma të qartë. Bajrami, xhumaja janë namazet veçanta dhe falen në vendet, domethënë, të caktuara, siç janë mesxhidet, siç janë xhamiat, apo edhe është një term tjetër që quhet musalla. Musalla është caktohet një vend, për shembull një sallë apo një shesh apo dikon. Ndërsa organizimi i falës së bajrameve apo i xhumave në përshtëpia nuk qëndron edhe nuk bën me fillu një praktik të tillë sepse nuk pranohet tek Zoti. Mirë po, Hoxhë, çka duhet marrim me vete, ose çka duhet marrim me vete tash pas Ramazanit, me Fitr Bajrami, ndërlidhe do thoja me muajin e shajit Ramazanit? Po, unë besoj që nuk ka besimtar musliman që nuk është ndikuar sa do pak për Ramazanit, sidomos ata që kanë shfrytzuar. Andaj të gjitha të mirat, të cilat i kemi bë në Ramazan, tash duhet çka ti promovojmë pas Ramazanit. Tash e tregojmë atë fytyrën e vërtet në raport me njerëzit. Tash e tregojmë atë devotshmërinë në raport me Zotin apo edhe me të tjerët. Sepse Ramazani është muaj që shton devotshmërinë. Ramazani është muaj që e shton falënderimin ndaj Zotit. Ramazani është muaj që e udhëzon apo e shton udhëzimin tek njerëzit. Ramazani është muaj që falen mëkatet, gjunahet. Ramazani është muaj që e shton humanitetin, solidaritetin, bamirësinë. Ramazani është muaj që shton ngritjen intelektuale duke lexuar sa më shumë Kur'an apo thënie të pejgamberit alayhis salatu wassalam apo dhe libra të tjerë. Këto dhe shumë të tjera që s'po kemi konkret me i përmend, të gjitha këto duhet të lënë gjurmë. Tash e shohim e testojmë veten sa jemi ndikuar prej Ramazanit dhe unë ju këshilloj juve, po edhe të gjithë besimtarët musliman që po na shikojnë e po na dëgjojnë, ato çfarë i kanë bërë në Ramazan, duke filluar prej namazit të ditës, po dhe namazeve të natës, e tutje, tash e kanë rastin me dëshmu se e kanë për një mend, apo vetëm kanë qenë adhurues sezonal. Sepse ne muslimanët kështu jemi ka pak euforik, kështu ka një herë për Bajrame, për Ramazane, 10 e fundit, e pastaj një pauzë. Jo, tash duhet vazhduar. Kuptohet, jo me të njëjtin trend sikur në Ramazan, sepse është muaj i veçantë, Zoti e ka veçuar atë muaj. Mirë, po prapë çka ti shfaqim ato, me thonë, shenjat që i kalon Ramazani tek ne, apo ta shfaqim dhe ta manifestojmë publikisht atë ndikimin që kalon Ramazani tek ne. Çka nëse ata të cilët nuk mund ndoshta të qëndrojnë ashtu stoik, besimtar të fortë, përmendëm më herët se shpesh herë kemi besimtar sezonal? Nëse nuk munden të tërat me i krye që kanë krye në Ramazan, të pakten me i krye urdhrat që janë obligativ, urdhnat e prerë, që ne i themi në gjuhën e fesë, me i krye farzët e Zotit. Sepse ne kemi adhurime obligative, që janë farzët, dhe kemi adhurime fakultative, vullnetare, që quhen sunete apo që quhen nafile. E tash, ata që nuk munden me qenë të njëjtë siç kanë qenë në Ramazan, të paktën te farzët nuk duhet me lëshu pe. Ndërsa tek këto që janë vullnetare, mundet pak me lëshu pe, sepse këtu nuk ka runa Zot me mendu dikush pak më ndryshe tek farzët. Me thonë, a ka një kompromis? S'ka kompromise as të dhimbshme kur jemi në raport me farzët, me urdhnat e Zotit. Ndërsa ka kompromise kur jemi në raport me adhurimet, ibadetet vullnetare. Kështu që ata që nuk mundën me qëndrua stoik ashtu siç thatë ju, tash siç kanë qenë në Ramazan, paktën të qëndrojnë të fortë, të jenë të qëndrueshëm duke zbatuar urdhnat e Zotit, sepse Zoti nuk urdhon diçka tjetër, vetëm ato që është e mirë për besimtarët. Në fakt edhe ato që është e mirë për njerëzit, sepse Zotit as nuk i shtohet pushteti, as nuk i shtohet fama, as nuk i shtohet autoriteti. Apo nëse në të kundërt nuk i kryen urdhat e tij, nuk i zbehet fama,
apo nuk i dobësohet fuqia, apo pushteti, apo autoriteti. Zoti është i kompletuar, i përkryer, i përsosur, dhe ai nuk ka nevojë për krijesat, ndërsa të gjitha krijesat, duke filluar nga me lajket, apo gjenët, apo njerëzit, apo krijesa të tjera kanë nevojë për Zotin. Megjithatë, urojmë që gjitha këto të mirat e muajit të Ramazanit, po ashtu edhe tashmë festës së Fitër Bajramit, na përcjellen gjatë tërë vitit, a? Po besoj që patjetër me u ndiku pak, dikush ma shumë e dikush ma pak, por ndikohen sepse one edhe tash këto netët e fundit kam taku shumë të rinj aty në xhami, edhe kështu në për iftare që tregojnë që para 3 vite Ramazani ka bë ktheste, one do të thonë bo shkaktar mu i beku Ramazanit, dikush 4 vite, dikush 2 vite, mirë po ne e pam edhe në natën e 27 që shpresojmë të ketë qetë nata e Kadrit, çfarë fluksi i madh edhe rrugët, edhe në për asfalte, edhe për parkingje, nuk pat ndonjë xhami në kryeqytet të paktën po flas se kështu do më thonë, na kanë tregu dhe kolegët, nuk pat ndonjë xhami që ka mujt me përballua fluksin e madh të besimtarëve musliman. Edhe ka njerëz që ndoshta edhe për herë të parë kanë ardhur në netët e fundit duke kërkuar natën e Kadrit, edhe ka me 10 që thonë apo me 100 që thonë që këto netët e fundit, sidomos namazi i teravive, namazi ma vonë që është fa namazi i natës, kanë lënë gjurmë, edhe në besoj që shumica do ta tregojnë ndikimin e Ramazanit edhe në ditët javët apo muajt në vijim. Hoxh, kur jemi tek atmosfera festive e Fitër Bajramit, ka ndoshta disa familje që shpenzojnë shumë, qoftë në veshje, qoftë në ushqim, në gjëra materiale. Sa është e rëndësishme sipas Islamit kjo, ose do të fokusohemi veç te në aspektin shpirtëror? Islami është interesant në çdo çështje, në çdo gjë, gjithmonë e ndjekat mesin e artë. Sepse edhe vetë Zotin Koran thot وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ju kemi bërë një umet që ndjekni atë vijën e mesit apo një umet mesatar. Pra nuk guxojmë me kalu në ekstrem të lartë, me teprue, e as në ekstremin e ulët me i neglizhu gjanat. Pra e mbajmë mesin e artë. Edhe në ushqim, edhe në pije, edhe në veshmbathje, besimtari musliman duhet të ndjek këtë mesin e artë. Lejohet tash me u vesh mirë, me rrobat bukura, rrobat të pastërta, me u parfumos, me u duk bukur, me hangër me pi, por çu thot Zoti, kulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Hani, pini, por mos e teproni, sepse Zoti nuk i don ata që e teprojnë. Kështu që një mes në të gjitha sferat e jetës me mojt, na bën me qenë shumë rahat. Pra edhe për festën e Fitër Bajramit, a? Po sigurisht. Që kemi më të kujdesshëm gjatë ditës që mos të hajmë, kështu thënë në gjuhën. Me hangër do me thonë po me hangër. Mos ta teprojmë shumë me baklava, ëmbëlsina. Po në mënyrë pak që me thonë të kulturuar, me qenë pak ma të rezervuar, nuk është patjetër ku të shkështi me hangër tash baklava, apo torte, apo ëmbëlsira tjera. Nga pak me shiju aty këto, edhe na që presim musafir, mos me i ngarku ata që vinë, pash Zotin provoj që të baklava, pash Zotin provoj që të se ka qitë nana, pash Zotin provoj që të ka qitë gruja, po mos e obligonin edhe mos i bë presion, sepse nuk mundet ai ku të shkon tash. Ne kemi këtë traditën e mirë që kemi filluar më herë mas Bajramit me prit musafir, po edhe ka mes dita ose pas dite shkojna musafir. Kështu që çka keni i qetni aty. Nuk është problem, kush ka don merr, edhe kush nuk don nuk merr, ti më rëndësi tek Zoti e ke bë, që me thon atë punën për të cilën do të shpërblehesh patjetër. Ndërkaq për gjithë ata që shpesh preferojnë ndoshta që festën e Fitër Bajramit ta shfrytëzojnë, do thoya ndërlidhur kështu ndoshta edhe me vikendin, edhe ta shfrytëzojnë për pushim, relaks, që ndoshta largohen nga ambientet e shtëpisë dhe zgjedhin që me personat më të afërt t'i kalojnë atë ditë. Unë mendoj që ajo tradita që kemi trashëguar gjenerat pas gjenerate, edhe pse nuk është obligative me i obligu njerëzit patjetër me nejnë familje, po ajo tradita që ka qenë përpara dhe që ende vazhdon tek disa familje që me ndajt këtu në vend edhe me bo vizita, sepse Ramazani ka qenë një punë një mujore, e tash sikur po shlodhemi pak, po gëzohemi, kemi onë ditën festive. Dhe dita e Bajramit çka është ditë gëzimi, është ditë urimi, ku urojmë njëri tjetrin, është ditë për gëzimi, për gëzojmë njëri tjetrin, është ditë e vizitave të ndërsjella, është ditë e futjes së gëzimit tek të tjerët, apo edhe tek ata të cilët janë të vetmuar dhe nuk ka kush t'u hap derën të viziton. Kështu që kish me qenë më mirë
të paktën bile ditën e parë, sikur sot, me bo me familjet tona, me rrethin e ngushtë. Unë e kuptoj që nuk kemi mundësi për një ditë të vizitojmë këtë, sepse na jemi familje, do me thonë, të gjëra, që kemi shumë antarë të familjes, po familjen e ngushtë, të paktën me prindër, me vëllezër, me motra, duke mos lënë anash axhallarët, dajallarët, hallat edhe tezët, që të rreth të paktën ta përfshijmë. Nëse i kryejmë këta, atëherë bën edhe me donë. Po ndodh që mundemi me pas shumë nga ta dhe nuk më vrin dita me i vizitu gjithë, ose me i prit krejt. Mendoj që më rrin, vetëm duhet pak me i rëndit prioritetet. Se dikush shkon e viziton ku e diun e një të afërm që është shumë i largë, një kushëri i tretë, ama nuk e viziton agjen e vetë. Dikush shkon e viziton dikën tjetër ku e diun e për shembull vajzën e vajzës të hallës atë tezës, a nuk e viziton tezën ose hallën. Shka nëse ka një lidhshmërinë, do shta do thoja më shumë me dikë më të largët se sa... Unë po thëmë me i rëndit prioritetet, se më të afërm se që kjo rreth i ngushtë që ne ka përzgjedhë Zoti, nuk është askush, se ato që të lidhë ty diçka ti e ke përzgjedhë vetë. Ti ndoshta mundesh me qëllu dhe mundesh me gabua, ndërsa Zoti nuk gabon. Zoti ne ka caktu kanë me pas prind, na nuk i kemi përzgjedh prind. Zoti ne ka caktuar xhallarët, apo dajallarët, apo hallat, apo tezët. Ne do të qenë të kënaqur me caktimin e Zotit. Ndërsa këta që i kemi në telefon listë që i kemi përzgjedh vet, i fusim aty nga ne edhe i fshim, i bëjmë dilet edhe kryet mohabeti. A këta nuk mundesh me i bë dilet asnjë, këta s'mundesh me i fshi, sepse këta janë përzgjedhja e krijuesit për neve krijesat. Pra është e rëndësishme që ndoshta edhe të investojmë kuptimin që të mbajmë lidhjet familjare sa më të forta, sa më të afërta, se rëndom shohim ndoshta që viteve të fundit pak sa janë zbe këto afërsia familjare. Fatkeqësisht hapja kufeve nga lindja dhe prendimi ka bu me sjellë edhe tradita që janë tonat edhe kultura që janë tonat, dhe një prej traditave që s'ka qenë tek ne është me u shput për lidhjeve familjare, lidhjeve farefisnore. Na përpara të paktën në për festa, apo në për të pame, apo në për sprova, fatkeqësi, kur i ka ndodhur ndonjërit, të gjithë kemi qenë afër njëri tjetrit. Tash jo, tash jemi sikur evropian. Bile kanë herë thëmë, mos me qenë këto dy festat e bajrameve, edhe mos me qenë rastet e vdekjeve, me disa familjarë të largët e ki vështirë edhe me u takue. Shihemi pothuajse shumë rrallë. Shumë rrallë, kështu që na e kemi një rregull fetar, po flas për besimtarët musliman, e kemi një rregull fetar se ai që i mban lidhjet me familjarët, me familjen, ai mban lidhjet me Zotin. Ai që shput lidhjet me familjarët, ai shput lidhjet me Zotin. Kështu që këta që i përmenda më herët, me thonë vëllezërit, motrat, normal gjëshjet e prindë aty hyjnë, axhallarët, dajallarët, hallat, tezët, është patjetër. Është me patjetër me i bajt lidhet me ta. Pastaj nëse mundem edhe me fëmijët e tyne, edhe me nipat e tyne, me esët, në rregull, po nëse s'mundet pak ky rreth i ngushtë, do të patjetër të mbahen lidhjet me ta. Mirë, atëherë, po besoj që ishte shumë të qartë edhe urojmë që t'i praktikojmë edhe ndoshta ta kemi ta ndalim këtë hovin që ka marrë pothuajse viteve të fundit, me që ndoshta takomi rrallë, shkojmë rrallë, vinë rrallë, e gjitha këto, edhe që ndoshta për dikë nuk është shumë edhe e kënaqshme. Mirë, po Hoxhë, unë në këtë rast mendova faktikisht të pyes, me festa e Fitr Bajramit, pra është një festë, sidomos mas muajit Ramazanit, të paqes, mëshirës dhe gjitha këto. Mirë, po shpesher ndoshta javën e fundit fatkeqësisht në vendin tonë kemi pa raste shumë tragjike që ka ndodhur edhe pothuajse fokus ndoshta kanë qenë edhe vrasja e grave. Si e sheh Islami këtë fenomen, do thoja që? Edhe pse jemi në ditë festive, në ditë gëzimit, po shumë bukur e nxirre këtë pyetje, edhe shumë kohën e duhur edhe në vendin e duhur. Sepse është tejet shqetësues apo shqetësim te i masë është këto 4-5 rastet që ndodhen javën e fundit të në vendin tonë. Edhe për çudi në muajin e bekuar, muajin e Ramazanit, për çudi prej njerëzve të njëjtës gjuhë, të njëjtës fe, të njëjtit mentalitet, të njëjtit popull, na nuk e kemi menduar, sinqerisht po e them, se mas vitit 1999 se do të kemi vrasje ndërmjet veti, sepse na vrasjet i kemi pas prej dikuj tjetër, edhe na jemi friksu prej dikuj tjetër. Dhe na kemi menduar që pasi u mbyll ajo dosja me fqim verior, i cili me dekada ka ushtruar dhunë mbi këtë popull,
edhe terror të papar, kemi menduar se kjo dosje është mbyllë e vrasjeve. Edhe s'kam besuar që ka plëm shqiptari për shqiptarin apo muslimani për muslimanin. Ndërsa kjo që ndodhi vërtet na ka shqetësuar gjithë, na këtu jetojmë, nuk mundem me thonë na kemi qenë të përkushtuar në adhurime dhe s'na kanë interesuar këto zhvillimet e fundit, na kanë interesuar. Bile Islami ka ardhur me zgjidh këto probleme. Islami ka ardhur me parandalue. Pra Islami ju paraprin këtyne proceseve. Për ata, tash e 1500 vite më parë, Zoti i Madhruar ka thonë, ai që myt një njeri, fjala sigur këta që shën myt tash, në paqes, në luftën, nëse i në frontin e luftës lejohet me myt armikun. Mirë po, ai që mbyt një njeri të pafajshëm, ai është sikur ta ketë mbyt të njerëzimin. Zoti tregon se ai që e mbyt dikën të pafajshëm, ai çka fillimisht e arrin hidhrimin e Zotit. Allahu është i hidhruar me të. E dyta, e arrin mallkimin e Zotit. Mallkimi do të thotë e largon Zoti për mëshirës së tij dhe në botën tjetër do të jetë në zjarr të xhehenemit për veprën që e ka bë. Do të thotë i ka 3 dënime të një pas njëshme. Andaj unë i lës të gjithë vëllezërit dhe motrat. Ju thatë dhuna ndaj grave. Këta nuk po zgjedhin mjete, po i zgjedhin domethënë edhe meshkujt edhe femrat. Po shumë e dhimbshme është që kjo po ndodhet tek trit, domethënë tek ata të cilët janë ardhmëria, ata që janë perspektiva e një populli në vendi. Andaj i lës të gjithë që ta kenë frikë Zotin, të mos e bojnë një krim apo një vepër të kobshme, që pasojat e saj do t'i bartin gjatë gjithë jetës, e pastaj edhe në jetën e varrit, e pastaj edhe në botën e amshuar do të përballen me pasojat e këtij akti barbar apo këtij akti të kobshëm, sepse të jesh kundër një krijesë që Zoti ka caktuar, edhe ta kundërshtosh kaderin, caktimin e Zotit, ta privosh dikën nga jeta, do të jesh kundër kujt? Zotit tënd. Për ata, fetarisht, me lehtë është për ato që e merr armën me mbyt dikën, me shku në Mekë edhe me rrezu çabën të tërën. E keni pa ndërtesa që është si katror, me marr me rrezu gurt, me nxjerr gurt të çabës një nga një me qit në tokë krejt. Sa është me gur ashtu e rregulluar, ma mirë është me bë çabën rrafsh se sa me mbyt një njeri. Pse? Se ata gurt o ti o dikush tjetër do t'i kthem prap në vendin e vet. Edhe prap do të bëhet atë tavafi sile rreth çabës, ndërsa ky personi që ke privu nga jeta ky nuk ngjallet. Çka i thu Zotit në ditën e gjykimit? Se hajde për familje këtu edhe për drejtësi këtu po e dënojnë 20-30 vite, edhe pse unë nuk kem dikush që vendos. Po ne kisha kërkuar nga këta njerëz që udhëheqin drejtësinë apo organet e drejtësisë që të jenë të pamëshirshëm ndaj atyne që privojnë njerëzit e pafajshëm nga jeta. Është një mesazh i qartë që për organet e rendit mbetet një punë e madhe. Edhe pse unë mendoj që organet e rendit po mundohen me bëu më të mirën, po duhet ende të shtohet numri i tyre dhe duhet të jenë në çdo familje apo në çdo shtëpi ku ushtrohet dhuna, ta ndalojnë atë. Ndërsa sa i përket dhunës ndaj grave, ne kemi ngritur nëpër xhamiat tona sa e sa herë zonin, mirë po sinqerisht po them mediat në këto tema as nuk prezantojnë, as nuk i paraqesin para masës. Edhe unë nuk pyes për fetarinë e media, ajo në fetara që ajo është punë e tyre edhe e kanë në raport me Zotin, le të bëjnë çfarë të dojnë. Mirë po kur bëhen ato ligjërata të përgjithshme. Edhe na shpesh herë kemi rekomandim për miftiu të nderuar, por e zom që këtë xhumë, këtë premte të flitet kundër dhunës ndaj gruas, ose këtë premte të flitet kundër pijeve narkotike, ose kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ose të flitet për të rënët, për dëshmorët e popullit ton. Është mirë metet me shene për xhamia, bëlet disa me mbulu pak edhe me përcjell mesazhin tek të tjerët, sepse po e them sinqerisht, ka plot njerëz që ndoshta ajo që i prek në zemër më shumti janë mesazhet e jo të hoxhës, pse është hoxhaj, por mesazhet e fesë. Se e ka atë bindjen, e ka lidhjen me Zotin. Andaj, dhuna ndaj grave nuk imagjinohet fare. Absolutisht. Nuk imagjinohet. Po, çka nëse ndodh, duhet të ndërpritet sa më shpejt, sepse gratë janë emanet. Edhe janë krijesa të veçanta. Edhe ne për xhamit tona,
në për ligjëratat tona, në për takimet tona, ju të regojmë se një prej emaneteve që kemi para Zotit, që du të me qunë në vend, është trajtimi më i mirë ndaj kujt, ndaj grave, në përgjësi e ndaj të afërme në vetë veçanti. Qoftë nëna, gruaja, motra. Po, për ata, si pas fesë islame, edhe gjeneti është tek nana, apo tek knatësia e nanës. Edhe kër një qoniri e pyeti të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, cila është puna më e mirë, tha të besosh Allahun dhe të dërguarin e tij. Pastaj tha, bamirësia tha ndaj prindërve. Edhe kur e pyeti kush meriton më shumë ti të nderohet, të respektohet, ti bindemi, të shoqohet, tha nana jote. Pastaj tha nana jote, pastaj tha nana jote, pastaj tha babai yt. Që do të thotë nana është e veçantë. Po ashtu edhe si grua është një emanet që do të me trajtu në mënyrë më të mirë, edhe ne mësojmë në për xhamia tona, edhe besoj që të rritë lexojnë që gratë kalojnë disa faza që nuk kalojnë burrat, ne si burrat do të me qenë më të kujdesshëm, për shembull para ciklit menstrual ose gjatë ciklit menstrual, ka ndryshime hormonale që gruaja nuk ka nganjëherë vetja, del prej vetes, gjatë kohës së shtatzanisë, gjatë kohës së lehonisë, ka gra që janë lehona, fëmijën e vet nuk mundet me pa. Edhe të thirr thot hoxh, unë e morë thot me çefe kom bo thot, po s'po më jesh shaftash. Ka lënë një krizë, ajo është kalimtare, në tash do të me trajtu në mënyrë pak më ndryshe, ose gjatë rasteve kur kanë kriza, kur kanë sprova, kur kanë vdekje, nuk është njëjtë sikur një burr, sikur një grua rastin e vdekjes me përjetuar njëjtë. E keni po qysh, gratë janë ma të ndjeshme, ma emocionale, ma sentimentale. Kështu që Islami kretë këto, një nga një i ka qartësue, mirë po këta që për i bojnë, sinqerisht për them, kretë ose shumit e tyne nuk kanë të bojnë shumë e Islamit, nuk janë praktikues të Islamit, nuk janë njës të Islamit, se valla janë njeriun, po edhe insektet është gjëna me imbyt edhe me i shkel. Jepse na jemi ashtë të devotshëm, po mos i shkel, se që po të bojnë me lingonat, shembull, bubrecat, pse po i shkel, leja ta kanë botën e vetë, ose edhe krijesa tjera. E kjo është Islami nga Kurani, nga Suneti, edhe unë e di që dikush ka me thonë, që ka po na kallëzon kësi farë prallash, ose gjana imagjinare, jo këto janë reale. Reale, sepse si pas fesë, ndoshta e zgjata, më falë, si pas fesë, një grua që ka ushtruar prostitucionin, do me thonë ka qenë prostitutë. Për arsyet e sajna, në popujt e mahershëm, këto e tregon pejgamberi, alayhi salatu wassalam. Dhe duke u kthye në shkretëtir, e ka plën etja dhe e gjen një post aty me ujë, edhe zbret poshtë, edhe atë këpucën e saj atë që ka pas, ajo pin ujnë, po duke dal, e shef një qenë që po kërkon ujë, e merr këpucën e saj, e mbush me ujë, edhe jep qenit, e pin qeni, edhe Zoti për atë vepër që e bani. Se qeni ishte domethënë para shkatërimit, edhe shpëtoi, për atë vepër që e bani Zoti e fali. Po ashtu përmendet një rast një grua që kishte marrë një macë, e kishte lidhë në shtëpi. As nuk i jepke me hangër, as nuk i jepke me pi, e as nuk e lironte me hangër jashtë ajo, prej gjanave që janë jashtë shtëpisë. Edhe ngordhi, vdish maca. Nga mos kujdesi? Po, edhe nga privimi, atëherë Zoti e dënoi me zjarr të xhenemit. Për një macë që e ka mbyt. E para mendoj me mbyt një njeri, si me mbyt këtë njerëzimin runa Zot. Andaj nuk e di edhe pse do të me pas armë tash i madh dhe i vogël. Çka ka nevojë edhe me shku atje, jo unë kam armën me leje. Mirë, çonë që më marr lejen edhe ti me përdor armën. Se më ka imponu me shku në luftë që amull të Jugoslavicë atëherë. Pa dashin time. E tash unë do të me pas kallashin shtëpia, do të me pas revolverin shtëpia, do të me pas ato. Mu arma, as nuk më bën më të dopt, as nuk më bën më të trim, as më të fort, absolutisht. Se vdekja nuk e kam dorën tonë, as dorën e këtyre kameramanëve. Vdekja është në dorën e Zotit. E ka shku Zoti edhe me një traumë mundesh me vdek. Se ka shku Zoti edhe me 10 plumba nuk mundesh me vdek. Andaj çka? Na armët do të më lanë anash, edhe s'kemi nevojë na të armatosmi, shteti ka nevojë. Forca jon ushtarake, ushtria jon duhet me armatos me armët më bashkëkohore. Jo pse po kemi qef na me shpenzue buxhetin për armë. Mirë, po kemi një kërcënim çdo herë, po na provokojnë në kaveriu, e na duhet m'ja u kthye çka me të njëjtën monedhë, me thonë, nëse ju po i qitni ato armë tuaja, edhe na i kemi tonat.
Na këtu jemi dhe këtu do t'jemi deri në kiamet që thot populli, deri në ditën e gjykimit. Javën e fundit, nëse nuk gaboj, kemi parë një iftar të shtruar në katedralen e komunës së Prishtinës. Mandej pati disa reagimin ndoshta edhe nga disa hoxhallar, si dikush tjetër ndoshta edhe u pajtua, ishte shumë okay. Dua të di një opinion tënd në këtë rast. Po kë iftare, a ishte ky që shtoi kryetari i komunës? Ky është iftar politik. Okay. Po, dhe ai kryetari i komunës me atë sharmin e tij, pak me atë kulturën euro-perëndimore, po mundohet me i bë disa gjana që spjaçëllon shpesh, po edhe shpesh spjaçëllon disa tjera. Po kryetari me qenë marrë dhe mirë, e merr iftarin, e shton xhaminë e madhe ose këto xhamit e reja që i kemi, edhe i fton edhe ata të tjerët. Mirë po, një praktikë e re që është bërë për marketing politik, s'është bërë për diçka tjetër. Nuk është bërë ndonjëherë në Jo, nuk mbaj mend, unë prej vitit 1986 që jam në Prishtinë, nuk e di që tjetë shtuar një iftar në kish. Atër katedrale s'ka pas, po ka pas kishë ortodokse, kishë katolike, dhe si se e qunë iftara i kryetari komunës, kur ata s'kan agjeru përveç miftit edhe stafit të ti që kanë qenë me ta, ata tjerë kanë hongër të ndite e kanë piqë për iftari. Për mesazh tolerance, duhet vetë me shku në xhami, se i prinë krye qytetit, nëse është musliman. Nëse s'është musliman, në fakt është musliman, sa ajo është i gollakut, do më prej ardhën e ka që tjerë ku është liçeni Batllaves, edhe për një familje tradicionale fetare, bile një afërmi tina, që i ka mbet një vepër madhështore, në vitin 1969-70, kur komunizmi ka qenë kulminacion, edhe qyteti i Podujevës nuk ka pas xhami, një afërmi tina, që ka qenë në Ramosh Rama, kryetari i komunës, edhe pse komunizmin kulminacion e ka dhënë lejen për xhami, e ka dhënë fshetas. Edhe sot qyteti i Podujevës në qendër ende sot e kësaj dite mas 55 vite, vetëm atë xhami e ka në qendër, nuk ka tjera. Që do të thot pak me marrë traditën e të parëve të tij. Po nëse runa zot nuk e ndjen veten musliman, atë le të shkon katedrale, se me sa e di unë, se unë zakonisht meshën e përcjell. Do thot kur janë Krishtlindjet, edhe kur janë Pashkët, e përcjell përmes ekranit? Po përmes ekranit televiziv, edhe për çudi kryetarin që disa herë kum pa aty, ka ndodhur kryeministri, ka ndodhur disa ministra. Unë mendoj që kjo është një lloj servilizmi. Se ata nuk janë deklaruar që janë katolik, as protestant, as ortodoks. Të paktën disa prej tyre deklarohen që janë musliman, ama turpnohen me hyrë në xhamin ditën e Bajramit apo në ditën e xhumas. Unë po them, shumë pëlqejnë politikanët apo fytyrat publike apo biznesmenët që mojnë fejnë e vetë edhe shfaqen edhe në publik. Qoftë edhe për me i bo vetit marketing. Edhe pse thuaj se viteve të fundit kanë filluar të dalin më shumë, do thoja publikisht, fytyrat publike, qoftë këngëtar, artist. Jo, na kemi edhe ma të ngritës se këta në xhamia tona, sinqerisht po them, unë ku jam aty imam, me 10 doktora shkence, profesora universitare. E një kemi edhe është akademik, ka 80 diçka vite, nuk e di sa i ka, po shpesh herë shoh aty, edhe në xhamin tjetër që kemi aty në lagje. Që do të thotë se xhamia është vend ku i të bën kokat e popullit. Por ata po e them, ata që deklarohen musliman, të paktën Bajram edhe në xhumo e kanë vendin aty. Të paktën, sepse ajo është feja tyne. Ata që janë katolik e kanë vendin atje, kishën katolike, ata që janë ortodoks, në kishën ortodokse, edhe këta i respektoj. Amo që të servilizmin diçka nuk po më e konceptoj fare, po bëhesh ma katolik se papa, edhe po mundohesh me i hin hatër dikujt me diçka që sije, po nuk të pranën as papa ty, se ti nuk e kije as fene, as emnine, as kulture, nuk e kije të krishterë, për ata që s'janë. E për ata që janë rregull, le të shkojnë edhe le të vazhdojnë, andaj nuk e kisha komentuar shumë për me i bën nder miftiut, me i bën nder bashkisë islame, me na bën nder hoxhallarëve, por tani në shtëpitë e Zotit kushtohet iftari real, e jo kushtohet iftari politik. Në vetëm me një qytetar katolik kam takim, se një kafeteri ku e frekuentojmë, jemi bashkë aty, kam taku disa herë, kemi raportet mira, edhe tash kohët e fundit, këto 7 vitet e fundit, e kam një fqinj, aty ku banojis. Banoj, do më thonë, banim kolektiv, edhe kemi një aty në katin e parë, një katolik, po, s'po du me përmeremne, po shumë i sjellshëm, shumë i kulturuar,
që po e them sinqerisht, unë e hoxh jam, edhe na aty dy ndërtesa jem dikun, nëse zgaboj 40 familje. Normal, një pjesë nuk banojnë aty se janë jashtë, po e kemi grupin e përbashkët, që e kanë këtë ndërtesat kolektive, ma mërmendja, po i pari që në urën ardhen Ramazanit, edhe i pari që në urën Bajramin, nuk jam unë, po është kë fqivi jonë që është katolik, që përshëndes nëse është duke na shikue, dhe jep një model se si duhet me qenë njeriu i pa kompleksuar. E na, fatkeqësisht, disa njerëz, sidomos udhëheqësit politik, i kem të kompleksuar. Po pse ndodh kjo që i kemi? Pse ndodh të ta kjo? Se kanë krizë identiteti, ende nuk pedin a janë të këthyrëm fetarisht ka Meka, a ka Vatikani. Po përcaktomare, zotni, së është kur farë problemi. Kur farë problemi nuk është, po më rëndësisht me u përcaktua. Me e keq është me metë në udhë kryq. Mos me ditë kam ja majtë hiq. Që që thëtë populli, disa kanë betë as me shërë e as me barilev. Se është një rast, një tregim, kur kanë dalë disa fshatë në atje, të rrethit Prishtinës, nuk kanë pas xhamin fshatin e tyne, edhe kur kanë dalë aty të asfalti, disa po thojnë, hajde se po shkojmë për falën Bajramin Prishtinë. Të tjerë thonë po shkojmë për falën Bajramin Barilev. Edhe të diskutua të kanë pas, do me thonë, mendime ndryshe, Bajramit i vjen koha, edhe për para ka qenë tradit me i rot të panat. Edhe të pani po ra, bam, u falë Bajrami, një plak tha, as me sheher, as me Barilev. Do me thonë, as nuk e falën Prishtinë, as nuk e falën Barilev. Edhe disa, as me Vatikanin e as me Mekën. Po s'ka nëse ata zgjedhin të rinë, ashtu? Po le të rinë. Të paktën bile mos deklarohet që je musliman, as mos deklarohet që je katolik. Thuj jem pas një fellë, na i kemi disa tash që kanë dalë për para thësh në ateist, tash po s'jam ateist, tash jem agnostik. Tash unë e adhuroj Zotin që është dua. Po Zoti do më adhuroj që është na ka mësuar Zoti, jo që është dënë ti. S'monësh ti me shku për shembull në Akademinë e Shkencave të Arteve, edhe me thonë unë e bëj këtë çka dua, edhe vi kur dua, edhe dal kur dua, ose me shku në fakultet edhe me thonë unë jam student i mjekësisë, ama operimet nuk i bëj që i bëni, unë e bëj çka dua. Ja, ti kemi për 7 rregullit. Gjithkohë ajo është rregull i shkruar, edhe fesë është rregull i shkruar. Po do më përbajt Islamit, Korani, edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po do më përbajt Krishterizmit, e ki Biblën. Dhjatën e ri. Po do me ju bajt hebraizmit, e ki dhjatën e vjetër, Tevratin edhe kështu, vazhdo njëta. Ke shoqëri muhabet, do thoja me ndonjëri nga politikanët, do thoja në vendin tonë? Po, nga politikanët kemi, edhe visita. Po shka që do thoja ndoshta që me shqeni imam edhe po besoj që ndoshta... Kemi me disa prej politikanëve kontakte bashkë kështu të mira, serioze, të sinqerta, e me disa kemi për vota. Shumë na dojnë, sidomos kur ka votime, na thrasin, ose në për shtëpia, ose në për restorante, e na zakonisht thonë ajo, nëse keni nevojë, unë në xhami, se ne e dim që ata për 4 vite, çaj e pjesë, e politikanë për 4 vite, mo aty nuk e kanë numrin e Fadil Mostit, ama kur vjen koha, e zgjedhë tani i gjen numrat, pse kanë do aty kanë do djem 3 që falen, disa janë deputet, disa janë ministra që agjerojnë, edhe ja gjen numrin, edhe tani du mu takue, a janë fushat elektorale si të thirë, aty s'kanë nevojë me më tregue, ja se kam për vote, po çka po më thirë, pse 4 vite s'po më thirë për shembull. Pse që ta është shembull, as kryeministri, as ministrat, as liderët e partive tjera nuk na thrasin. Pse në kryz zgjedhjet, a nëse shkojmë të në zgjedhjet para kohshme, inshallah nuk shkojmë, se kisha dëshiruar atash edhe me u lodh me to, edhe me harxhu buxhetin, po prap tani na thirrin. Amoni kam një kategori tjetër që kanë qenë të dëshmuar edhe në paqe, edhe në luftë, edhe pas luftës me ta i mbaj raportet, edhe raportet tamam të sinqerta, raporte serioze. Po cili është mesazhi yt për gjithë besimtarët musliman ose për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur në këto momente pa dallim? Mesazh shkurt, nuk ka mundësi, po du pak një mesazh pak të zgjeruar. Po, një mesazh të zgjeruar. Po kthehemi edhe një herë tek Ramazani. Mesazhi i parë është që ata që e kanë adhuruar Zotin, e kanë adhuruar Allahun, Allahu është, mbetet edhe pas Ramazanit. Ata që e kanë adhuruar Ramazanin si muaj, Ramazani ka shku, tash edhe 11 muaj nuk ka. Kështu që ta adhurojmë Zotin deri kur, deri në Ramazanin tjetër. Jo. Ta adhurojmë Zotin, çish na thot Zoti, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të arrijë vdekja. Pra, të mos bëhemi adhurues sezonal, por të bëhemi adhurues të sinqert, edhe adhurues real. Ta adhurojmë Zotin edhe çka?
edhe pas Ramazanit. Mesazhi i dytë është të gjitha ato të mira që i kemi bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, gjatë muajit të mirësive të shumta, të mos i baltosim tash pas Ramazanit, të mos i prishim veprat e mira tash me vepra apo punë të këqija. E treta, gjithë ajo dashuri, gjithë ajo afërsi edhe fizike që kemi pas me të dashurit, me familjarët, me fëmijët, me miqt, në takimet tona, në për xhamia, në për iftare, në për syfyre, në mes të iftarit e syfyrit, të mundohemi deri dikon, jo me të njëjtën tempo, nuk mundemi, po deri dikon të imbajmë tash edhe pas kujt, edhe pas Ramazanit. Mesazhi tjetër i radhës, dhe me këtë po e përmbylli, që të jemi të dobishëm, të jemi në shërbim të njëri tjetër, në shërbim të popullit, në shërbim të komunitetit, sepse është një rregull fetar që i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam thot, njeriu më i dashur tek Zoti është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Zoti na bof neve edhe juve prej tyre, edhe një herë nga ky medium juaj, juve, stafit tuaj këtyne kamermanëve këtu, edhe të tjerëve, edhe të gjithë besimtarëve, musliman, anë kënd vendit dhe në diaspor, kudo që janë, urime për hajër dhe me fat, ju qoftë festa e Fitër Bajramit dhe festa tjera i pritshëm edhe ma mirë, edhe duke qenë edhe vetë ma të mirë. Unë falenderoj shumë, gjithashtu uroj që edhe ju ta keni një ditë, do thoja, të kënaqshme, pushueshme, të qetë ma gjithë këtij muaji. Po, na nuk kemi shumë të lodhur që me pushu, sepse kjo lodha që kemi pas gjatë Ramazanit është lodhe që kalon shpejt, ndasa shpërblimet na mbesin. Kështu shpresojmë që të takojmë edhe Zotin me punë të mira dhe pas Ramazanit, dhe une personalisht me familjen time ende jemi tradicionalist. Ende kemi kështu me shkue, me burra, me gra, me fëmije, me autobue, ende ka atmosferë, që shumë kush edhe po e lakmon se po ju mungon, kështu që besoj që do të kalojmë pjesën tjetër të ditës. Shumë mirë me familjarët, me ma të dashurit, po edhe ditët në vijim. Dhe të kemi kujdes në ëmbëlsina. Po të kemi kujdes në ëmbëlsina, sepse nuk je kësha dëshiru askujt të përfundoj në emergjencë për shkak të baklavas apo të ëmbëlsirave të tjera. Të dashur